Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump deklaroi se Washingtoni mund të arrijë së shpejti një marrëveshje me Kubën, duke si analizuar zhvillime të mundshme në marrëdhënie të tensionuara prej dekadash mes dy vendeve. Duke folur para gazetarëve në avionin presidencial Air Force One, Trump u shpreh se administrata amerikane është në kontakt me autoritetet kubaneze, por theksoi se prioritet mbeten bisedimet me Iranin. Kuba gjithashtu dëshiron të bëjë një marrëveshje dhe mendoi se shumë shpejt ose do të bëjë një marrëveshje ose do të bëjnë çfarëdo që duhet të bëjnë, tha Trump. Deklaratat e tij vijnë në një moment kur tensionet mes Washingtonit dhe Havanës mbeten të larta pas viteve të sanksioneve ekonomike, përplasje diplomatike dhe mosmarrëveshje mbi çështjet e emigracionit dhe sigurisë. Ndërkohë, presidenti i Kubës Miguel Díaz-Canel konfirmoi se vendi ka nisur bisedime me Shtetet e Bashkuara në një përpjekje për të gjetur zgjidhje për dallimet të dypalëshe. Ai tha se dialogu synon të shmangë përballjen mes dy rivalëve historik dhe të krijojë hapësirë për bashkëpunim. Këto zhvillime vijnë ndërsa Kuba përballet me një nga krizat më të rënda ekonomike në dekada, mungesa e karburantit nga i cili ishulli varet për funksionimin e termocentraleve dhe transportit ka shkaktuar ndërprerje të shpeshta të energjisë elektrike dhe kufizime në disa shërbime publike. Në javët e fundit, Trump ka bërë deklarata të forta të lidhura me situatën në Kubë, duke thënë se vendi është në prag të kolapsit dhe se mund të kërkojë një marrëveshje me SBA-n. Madje në një deklaratë të mëparshme ai përmendi dhe mundësinë e një pushimi miqësor, duke shtuar më pas ai mund të mos jetë domosdoshmërisht i tillë.